Në mbak se pasho një reagim të ndindje në Facebook, ku është problemi, Zlikuci? Problemi është, derisa une kom mujt me operu normal në Sërbi, nuk kom pas nevoj për ndimin askujt. Kom shku me shpenzimet mija, e kom reziku jetën, sa e shkojmë në Beograd, gruja me qanë, se e din që mundet me ndodhë dhe shka, e din që e kom marë për një ideal caktum, për një ide time të si mbrojt qytetari dhe për një ide patriotike edhe për ju të thamë një sen. Për me riziku vetën, për pare, ato e vëmesh njëri shmendun. Kur nuk e rizikoj vetën unë e parën e du, si shumisa tjetë, disa e pranojmë, disa jo. Ama kur nuk e rizikoj jetën time për pare, jetën e rizikoj vesh për një ideal, për një ide, për një sens të drejtësis, të kuptohemi. Nuk ju e reju në Sërbë. Po du kriminelt, mu denu edhe du shqiptarët, mos mu denu nemën të asaj që sërë dojnë mi barazu krimet. E tash ke marrë në një situatë kur ka fillu puna ime me ju pengu autoriteteve në Sërbi. Që disa herë nalim, madje 3 herë të funit kom qenë në kerin diplomatik me shefin e zyres, jetish Jashari dhe më ka nalë. Kjo do të thot është presion direkt në mu. Me qenë se tash jom i targetum për të me, tash kom lyp ndihmën e shtetit, Ministrisë Punëve të Jashtme me gjetë një formë qysh me qenë une ma efikas të mbrojtjen e interesave të ligjshme qytetarëve kosovar që po arrestohen në Sërbi. Une kur gjo nuk kërkoj ma shumë se mu zbatu vetë ligjet e Sërbisë në Sërbi. Nuk du me punu kundër ligjeve e Sërbisë. Krejt që kam duhet mu është me më thonë ministri ose kryeministri Haranet. Mos e shkel ligjin asë në Kosovë, asë në Sërbi, na kineve mas urdna mbroj qytetarët. Tash, shkoj unë atje, marë mas pari, qka kom arrit? Unë kom bo biseda, kom bo propozime konkrete, si me vazhdu tash tutje. Kom ideja konkrete, si mos mi nështu shpenzimeve. Kjo është po është problem. Ti ka njerës që ja kanë arrestu familjarin, vlaun, babën, nonën, a i po duhet me shi tokën, se s'po ka mundësi me pagu. Shteti s'po